Mirë se keni ardhur. Mirë se keni ardhur në këtë ftesë të madhe, të partisë më të madhe në vend, të partisë mbi 100.000 antarë, të partisë që merr 1 milion vota në veri e në jug, në diasporë po ashtu, të partisë e cila i fiton zgjedhjet sepse ju ka të gjithëve ju me vete. Të partisë e cila drejtohet nga Edi Rama, vizionari, i cili shndroi Shqipërinë në një vend gatshëm për të hyrë në Bashkimin Evropian. Mirë se keni ardhur në këtë shesh të madh, i cili është sheshi simboli i transformimit të Shqipërisë evropiane. Ne, nga qarku i Dibrës, erdhëm këtu me i valle, me lodra dhe vallen dhe haren e Dibrës, ashtu siç pritëm Edi Ramën kur inauguroi rrugën e Arbrit, rrugë e cila transformon përfundimisht këtë rrugë të vërtet nga ky shesh në bulevardin e Qershive në Dibër në rrugën e vërtet, rrugën e Dibrës. Nderuar miq, ne jemi një parti e madhe, një parti e cila kemi kaluar shumë sfida, po sfidën më të madhe e kemi mirëqenien e qytetarëve. Prandaj jemi sigurt se ne do të fitojmë. Ne do të fitojmë përsëri. Qarku i Dibrës në këtë zgjedhje do të shndrohet si gjithë Shqipëria në një qark i cili do të votojë masivisht Partinë Socialiste. Pasi ne besojmë fort te kjo forcë politike, e cila ka shumë organizim, e cila ka shumë frym, por mbi të gjitha ka një lider i cili ato që premton e bën, fjalën e dhënë e mban. Dhe ai na ka premtuar gjithë ne socialistëve, progresistëve, gjithë shqiptarëve, që ne do të jemi pjesë e Bashkimit Evropian brenda këtij mandati. Prandaj të votojmë masivisht Dibra dhe gjithë Shqipëria, Edi Ramën dhe Partinë Socialiste. Shumë faleminderit të gjithëve.